që të shënoj gola. Por më e bukur e Messi tash janë intervistat e tij. Gjatë gjithë kohës ai ka qenë njëri modest, njëri cili asnjëherë nuk është ankuar, por gjithë kohën fjalët i ka pas të pakta, apo punën e ka pas shumë të madhe. Dhe unë besoj është nga njerëzit më modest në botë dhe nga njerëzit më të mirë në botë. Ndërkohë, sa përket Në problemin në të gjithë rangun e futbollit, do kuptohet. edhe duke ju referuar legjendave të së shkuarës? Po, besoj po. Unë besoj, jam i dashuruar mbas të tij, kuptohet. Më pyete me kë jam tifoz, unë jam tifoz me Spanjën. Detyrimisht Spanja me aq sa pa shumë, më duk si ajo kukulla Barbie, sa e bie në një dorë pak të fortë, fillon e qanë e ulurin. Por besoj e ka futbollin brenda dhe varet gjithmonë se sa e fortë do të jetë. Po, por Është ekip delikat. nuk ishte ndonjë ekip i parë në letër aq i fortë përballë Spanjës, ndoshta nuk e vlerësoi aq sa duhet, si mendoni? Po, ashtu është, nuk kanë qef të argjojnë energji që në fillim, sepse kampionati është gjatë, është një muaj, një herë në 3 ndeshje apo 4 ndeshje ka ndeshje, nuk konsumojnë gjitha gjërat që në fillim, rëndësi ka kualifikimi dhe trajnerat në përgjithësi mendojnë që kualifikimin të arrin edhe me pak forca të erdhur në fushë, pak lojtar të mirë të erdhur në fushë. Por akoma s'kanë filluar ndeshjet cilat